CEO në Swiss Call. BlackRock, singer, Swiss and International Actress, Academy of Arts. Cila je ti, motër? Krejt. Okej, po... Hajde ma zbërë te këto. është në 2022 në ku ma call center Infinite Consulting, edhe do më thonë call center me produkte të ndryshme gjermane, cilat i kumë pru në Kosovë dhe u kumë knasia ma e madhe kur kumë punësu njerës në Kosovë. Pra business woman e para. Po, kështu shpirtin e kom artiste, jo më artiste, por kom qef me ishti hunë gjitha. Kështu që edhe më pëlqen shumë me ju ndimu njerëzve, ajo është knasia e ma modhe. Okej. Kurse të BlackRock... Prej këtyre e parë... Me qenë se po e përmen BlackRock, është një kompani e madhe amerikane, kur ku mojtë, aty është shumë shtirë, po i ku mojtë kurs, do më thonë, 6 mujtë trajnime, do më thonë aty tipu e din mo që ka është... Ti ke qenë me marë... Po, ku mojtë trajnime. Aha, që thash mos ke në investim për bashkët. Aty si dijet. Si dijet, në të ardhmen. E cila je ma shumë ti? Muj me thonë jam e gjithanshme, por muj me thonë kështu të mirëna me bizneset të ndryshme që me investu në muzikë, se muzikën e bëj me shpirt edhe jo për biznes. Okej. Për këtë arsye. Më thonë, e kundër ta prej ti. është diçka që s'muj me paramendu jetën po muzikë dhe luftoj gjithmonë që me investu në muzikë e jo me përfitu prej muzikës. Okej. Cili është suksesi i vërtet për ty? Duke pas parasysh gjithë këto aktivitete. Suksesi jam është kur spari, kur familja jam është krenare me mu, edhe unë në brendësin të jam ndina mirë me ato që i bëj, po ashtu sukses kena mujmë tonë kodë me bëj. Okej, tonë kodë. Me qenë se e përmendëm Swiss Call, që shje si shefe, a je rrezikshme me punëtor? Shumë e mirë. Shumë e mirë? Tepër. E di qka është me konë agent, edhe e di qysh shemull në havat e parë që më kanë trajnu për këtë arsye mundona me konë sa ma e mirë. Nuk do me thonë që jam ashtu shef, se ketë jemi shef, për kundra zi një kompani, po agenta nuk është asë një sen. CEO është vetëm një emër, por po agenta nuk jemi sen veç. Edhe pëse mu ka dosh me ndërprej, edhe pëse mu ka dosh pak me ndërprej, kina pas bashkëpunëtor shqiptar, cilët ju më konë pak Dallavergji, edhe qëto. Veç pak Dallavergji? Pak si shumë. Pak si shumë. Pas ke këndu para një presidenti, ku ka ndodhë, si ka ndodhë? Kjo është në Basel, nëse s'ga bëjnë një ndër 3, ti e din që Zvistra ka shumë president. Okej. Edhe u konë klasia ma e madhe, por... Po fillojna me... Okej, me qenë se i kemi fotot, e kemi me foto këta. Po fillojna me 2017, është festivali në Francë, në Bellit e Francës, i cili mi ka hapë dyrt edhe matutje. Pastaj... Cila fotografi? është para në reshjën e dytë, po. Leonita që po shkruajti, po? Kjo kone dhe media. Po? Do me thoni, festivali cili mi ka hapë rrugë, që në kodë dikon rreth 70 vetë, une si tip që jam po komplekse, edhe kom qift qështu qështë tash me ishti hunë gjithka. Edhe thjesht kom këndu e kom provu shansën, edhe më kanë ftu për me marrë pjesë. Në salë ka pas edhe shumë edhe president, edhe ka pas shumë të njohur të Francës, të nalë. Gjohë që unë isha shumë e re atëherë, edhe se di, moj me thonë që... Qëfar këndove, Shqip? Jo, Anglisht. Anglisht, tash mos ju ke këndu Shqip. E Shqip tani kena kalu të kori e Zvicranëve atjenel, ku ju konë edhe këta president. Tani ma kanë mundësu për Shqip ta më në siloj festivalin në oktober. Okej. Po ashtu në 2017, kurse të foto e tretë është një platformë televizive në Zvicër. Kom këndu në të ndryshme, por edhe kjo është një ndër cilat Më thënë, lidhja me Zvicërën i ke
lidhjet me Zvicrën i kenë rregull. Ke shqiptarët, ne kemi lidhjet me ketë. Kurse e dyta është në 2019 me kom bo CD-n e parë Blues Rock me një band Zvicran, është edhe në Spotify. Kurse te treta, të reshi dytë është në Zvicër,